Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka vizituar banorët e shtyllasit në Fier, ku përmbytja e kullotave dhe ushqimit për gjën e gjallë po vështirëson gjithmonë më shumë jetën e banorëve të zonës. Vetë këta të fundit kërkuan ndihmë për bazën ushqimore për kafshët, ndërsa ngritën akuza se të gjithë i kanë harruar. Nimët në komunën e Livën ndahen mund telefonat, si mos e deputetëve, që janë pushtet. Asë një gjonë nuk kanë pru, asë nuk vjen kush për të na po. Këtu nuk zoti kryetar se këtu është fshati djathtë. Këtu ka qenë Kamburgu, Kampinternimi, këtu nuk vjen njeri gjallë në botë. Uji nuk kursen djathët majt, uji përmbytja është përmbytje. Situata rrihet vetë. Duke fillu te kanali këtu e poshtë, as bakti, as urë, as rrugë nuk cirkullon më për arsye se është e mbytur kretë me grune, me janxhe, me tërshera, me elbe, çka ka. Është përmbytur gjitha. Po, gjitha. Ne na kanë ngelur. Sa hektar janë përmbytur? Afërsisht 1500. 1500 hektar. Po. Domethënë gjithë zona e fshatit, vetëm zona e fshatit ka nga 2 lymë tokë ka këtu te Ulliqi, s'ka asnjë gjë më botë, kjo përgjithësi. Nivoja është, nimojnë tasion me bakti për kullotat gjitha, se nuk ka as janxh, as grun, as tërsher, as janxh, as sën në botë për këtë vit. Unë kam marrë listet, ja kam paraqit Këshillit Komunës, kryetarit ke marrë përgjigje? Jo. Jo. Basha tha se qeveria duhet të përcaktoj fondin e emergjencës për zonat e përmbytura. Nevojat e banorëve të këtyre zonave janë të ndryshme dhe nuk zgjidhen me vullnetarizëm sipas Bashës. Ne nuk merremi me fjalë, ne merremi me vepra. Jemi dëshmitar që në Vlorë para 2 ditësh të gjithë ndihmat e mbledhura nga Partia Demokratike janë çuar në shtabin që ka ngritur qeveria. Në magazinat që ka ngritur qeveria. Ajo që po themi ne nuk zgjidhet kjo, as me kontributet e Partisë Demokratike, as me kontributet e sipërmarrësve, të cilët i falenderoj. Kjo zgjidhet me një angazhim të fuqishëm të qeverisë. E tham dhe dje. Me 100 milion lekë vjetra që ka dedikuar këtë vit për rezervat e shtetit, nuk përballohet dot kjo krizë. Sepse 200.000 euro ju dhanë me vendim qeveria e Serbisë e Bosnjës për përmbytjet. Fieri, Vlora, Tepelena, Gjirokastra, Korça, Elbasani, Berati, të gjitha këto zona po përjetojnë një situatë shumë të vështirë, e cila nuk mbaroi me daljen e diellit. Njerëzit nuk do ngrohen në diell. Thirrja jone përsëritur është të shpallet gjendja e emergjencës dhe fondet e emergjencës. Dalja e diellit nuk është fundi i të keqes. I shoqëruar nga drejtues Partisë Demokratike dhe kryetari Partisë Demokratike në Fier, Luan Baçi, kreu i opozitës ka vizituar edhe fshatrat Poro dhe Rrethfik, ku edhe aty është shpërndar bazë ushqimore për bagtit. Ndërkohë, rruga e kreut të opozitës është ndalur nga një protestë e banorëve të Boçovës. Këta të fundit kanë theksuar se ndarja e ndihmave në këtë zonë po bëhet në mënyrë selektive dhe nga këto ndihma nuk po përfitojnë të gjithë. Basha ka theksuar se Partia Demokratike do të ngrejë strukturat posaçme për të kontrolluar shpërndarjen e ndihmave. Qofse juve na hapsyri punë, dhe na dinë Çka ka ndodhur? Po ushqimet kanë ardhur, të lutem. Ndihmat kanë ardhur për Boçovën. Në emër të Boçovës dhe nuk ardhur, nuk është shkarkuar asnjë gjë. Se jemi vetëm fshati djathtë. Tashin ju lutem na lini kuzeratën e neve. Se ne në fundit jemi shqiptar. Ne ndasim pas partisë ata. Në përshpirat aty. Sa prej ush kanë marrë ndihma këtu nga një? Asnjë s'ka marrë ndihma aty. Asnjë s'ka marrë ndihma. Ne erdhëm me pasaport që se ka marrë një pari. Ne do të vendosim njerëzit këtu. Nëse këta nuk marrin masa për shpërndarjen e ndihmave në çdo familje sipas nevojës, ne do të përballemi me ta. Ne do të përballemi, do vim ne këtu, do vi deputeti këtu. Kur do vi? Do ikim Absolutisht. Nëse këta nuk sjellin ndihmat në Boçovë, nëse nuk sjellin ndihmat dhe nuk shpërndajnë ndihmat në të gjithë banorët e Boçovës, ne, edhe një herë po ju them, ne do të përballemi me ta, do të vim këtu me deputetin, me sekretarin e përgjithshëm të Partisë Demokratike, me kryetarin e Partisë Demokratike dhe do të marrim masa që o të shpërndajnë ndihmat ose përndryshe përgjegjësit do t'i vëmë para përgjegjësisë. Të gjithë paguajnë taksa, të gjithë